Ndërsa prej zullumeve tjera, e që mu kësi lloj ankesa shumë më kanë ardhur mu prej zullumeve tjera janë edhe dhe një grua punon, nëse puna mbetet halal për ta, se ka do kushte e puna, vetëm se ajo punon dhe krejt pasurinë e gruas ja merr burri. Ndoshta bili kësi rose janë më të përhapura në disa pjesë të Shqipërisë, fatkeqësisht. Edhe punon gruaja e burri, jo tani që i harxhen ato, ja merr pasurinë e gruas, jo që ja merr në halal tani, po i merr dhe i harxhen në asi vera të atyne, atë që duke kishte kur gjë, në alkoolin e tyre e pin. Ndërsa kjo për zullumit, bashortja nëse punon, paraja mbetet për ta. Ajo nuk e ka të drejt burri mja morat pasuri, bema ti mu pasurinë, se ti jenë shtëpinë time. Jo, ajo është të punu, nëse është të punu, me punë halal, atër parja është e sajna. Dhe ajo, ti nuk e ki asë një tru të drejt mbi pasurinë e sajna më. Ndërsa këtu dit është përhapur që i ja merr pasurinë dhe për tani ju që ja merr shkon dehet edhe kur vjen tani edhe ja bën zullumin tjetër edhe e rroh bashkëshorten e tij.